Raporti i performancës në nivel vendor është një mekanizëm i cili ofron bashkive, por edhe qytetarëve një mënyrë shumë të strukturuar dhe të konsoliduar le të themi të gjitha shërbimeve që ofrohen në bashki. Pra, në një farë mënyre u jep qytetarëve një mundësi për të kuptuar cilësinë e shërbimeve që ofrohet dhe nga ana tjetër i jep mundësi edhe leadershipit të bashkisë të marrë një vendimarrje të informuar në lidhje me ato, le të themi, shërbime të cilat nuk performojnë siç duhet. Institucionet publike janë karakterizuar nga një kulturë hermetike në ofrimin dhe bërjen publike të dhënave dhe sigurisht që është dashur punë në gjithë procesin që në hapjen e institucioneve ndaj publikun, në bërjen transparente të këtyre shifrave. Shumë bashki fillimisht mund të kenë hezituar dhe më pas kanë qenë ato shumë, le të themi, vigjilente për të bërë publike këto të dhëna dhe për treguar që ne po punojmë dhe ka pasur përmirësime të dukshme në disa shërbime. Ne kemi parë që ka shumë interes nga ana medias, po edhe nga ana shoqërisë civile për të rritur atë llogaridhënien dhe transparencën e ofrimit të shërbimeve, duke i bërë këto, le të themi, raporte në një gjymë të kuptueshme për publikun. Pra, mënyra se si këto raporte zbërthehen tek publiku janë shumë të rëndësishme, duke marrë për shembull, po marrë elementet më për shumë të mbrojtja sociale. Sa është numri totali i personave që kanë aplikuar për strehim social? Sa është numri totali atyre që kanë përfituar nga strehimi social? Pra, janë tregues të cilët tregojnë në farë mënyre përqindjen e qytetarëve të cilët kanë përfituar nga këto shërbime. Dhe kjo krijon një lloj presioni pozitiv te bashkitë, sepse kanë arritur që të prioritizojnë, të optimizojnë burimet për të përmirësuar këto shërbime.